Biznesmeni Seat Koçan sot në mëngjes u morë në pyetje në Prokurorinë Speciale Publike. I shoqëruar nga avokati i tij, Nikola Dudevski, i dyshuari i parë në rastin Trust, për herë të parë u paraqit në PSP. Pas daljes nga prokuroria, ai nuk u përgjigj në pyetjen e gazetarit të Nova TV për atë se në ç'vend kishte shkuar në udhëtim zyrtar. Më shumë se 700 delegatë të LSDM-s nesër në Kongres do e zgjedhin liderin e partisë dhe anëtarët e Këshillit Qendror. Deri më sot, lideri aktual Zoran Zaev është i vetmi i cili në shpalljen publike ka kandiduar për ta udhëhequr partinë. Afati për dorëzimin e kandidaturave zgjat deri nesër në orën 11. Është shumë e natyrshme që presidenti i SHBA-s të jetë në rreshtin e parë, deklaroi në konferencën për shtyp kryeministri i Malit të Zi, Dushko Marković, pas incidentit të dieshëm në NATO kur u shti nga Donald Trumpi. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, deklaroi se vendet për fotografimin e liderëve të shteteve anëtare në NATO janë të caktuara që më herët, dhe ai supozon se Trumpi vetëm e ka ndjekur planin.